رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان 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 القانتين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Falenderojmë Allahun te baraka wa taala për shëndetjet tona më të sinqerta ja dërgojmë pejgamberit ton të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Taubeja apo pendimi në Ramazan. Taubeja, pra pendimi, është detyrë e përhershme në jetën e njeriut, për shkak të nevojës së përhershme që ka njeriu për pendimin në këtë jetë, sepse të gjithë ne e dim se nuk ndalet njeriu pra së bërit gjunahe gjatë gjithë jetës së tij. Andaj mëkatet nuk duhet të bëhen shkak që të largojnë nga udhëtimi yt drejt Allahut te baraka wa taala dhe kthimi yt pra ka pendimi. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se pejgamberi jon i dashur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam njëherë duke hyrë në minber tha amin, amin, amin. I than oj dërgori Allahut, duke hyrë në minber tha 3 herë amin, amin, amin. Tha më erdhi Gjibrili alayhi salam e më tha, ai i cili e takon Ramazanin dhe nuk i falen gjunahet dhe hyn në xhehenem e largoft Allahu, më tha thuaj amin dhe unë thash amin. Po, pra vlla i dashur, në ka ardhur ky muaj i bekuar, edhe ti nisu ka Allahu te baraka wa taala, ndaj të cilit ke bërë gjunahe, nisu i për ulur, nisu i penduar, duke qarë dhe thuaj, o Zoti i gjithësisë, unë u pendova, o ti që jep të mira, më jep udhëzimin, sepse po nuk patëm udhëzim, asgjë nuk na bën dobi. Rëshqitjet e mia pranoj me falje, me butësi dhe mëshirë, sepse as kush përveç teje kështu nuk vepron. Pa vllai i nderuar agjërues, nëse nuk të falen gjunahet dije në këtë muaj, nëse në këtë muaj nuk të lotojnë syt, nëse zemra yte para Allahut te baraka wa taala nuk për ulet në këtë muaj, a thua vallë, kur do të ndodh kjo gjë? A thua nuk të kanë lutu syt nga frika ndaj Allahut te baraka wa taala asnjëherë? A nuk e ndin se zemra jote është afër Allahut në këtë muaj? A nuk mendon se është mundësi e madhe që të shtosh adhurimet dhe frik respektin, pendimin dhe përulsin në këtë muaj? Andaj let jetë ky muaj fillimi i pendimit tënd të sinqert dhe të vërtet para Allahut subhanahu wa taala, vepër me të cilën do të ashtojmë kontaktin ton edhe më shumë me Allahun e madhruar te baraka wa taala. Thot Allahu azza wa jall, kurse ata që e gjetën rrugën e drejtë, ai atyre ushton edhe më shumë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe u ofron mundësi që të jenë edhe më të matur. Andaj, ti vlla i nderuar agjërues, gjithashtu Allahu subhanahu wa taala na çorton në ajetet e tjera duke na thënë, o ti njeri, po çfarë të mashtroj ty kundrejt Zotit tënd që është bujar e jurt? O njeri, po ç'të mashtroj ty kundrejt Zotit tënd që është pra bujar e jurt? Po, çka të mashtroj që të kalosh pra kufit e Allahut te baraka wa taala, të cilat i ka caktuar ai dhe të bësh gjunahe ndaj tij? Vallë i ignoron dhuntit e tina dhe të mirat e tij, ose ke haru kontrollin dhe madhrinë e tij? Është thënë, unë jam ai që e mbylli derën për t'i fshehur gjunahet e mia që i bëj, kurse syri i Allahut apo syri i Zotit vazhdimisht më shiqan, sa i but është Allahu që më jep afat
unë vazhdoj të bëj gjuna, kurse ai mua më mbulon. Pra, vlla i dashur agjërus, mos shiqo sasin e mëkatit, pra gjunait cilin e bën. Mirë po shiqo madhrin e atij ti të cilit pra i bën gjuna. Aq sa kujdesesh për shiqimet e njerëzve ndaj teje, aq më tepër kujdesu për shiqimin e Allahut Azza wa Jall ndaj teje. Ka myshdë për ty, gjithashtu të ofroj myshdë prej Allahut te baraka wa taala dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu Azza wa Jall, dhe pa dyshim se që ky ajet vlla i dashur është shumë myshdhëdhënës, thot o ju robrit e mi të cilët e keni ngarkuar veten me shumë gabime. Mos e humni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtet Allahu i fal të gjitha gjunahet, ai është që fal shumë dhe është mëshirues. Dhe thot edhe ata që pos Allahut nuk lusin zot tjetër dhe nuk mbysin njeriu që e ka ndaluar Allahu, por vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë, dhe që nuk bëjnë kurvëri, ndërsa kush i punon këto ai gjen dëshkimin, atij i dyfishohet dënimi ditën e kiametit dhe aty mbetet i përbusur përgjithmonë. Çfarë thot në vazhdim të ajetit Allahu, përveç atij që është penduar dhe ka bërë vepra të mira, të tillë dhe Allahu të këqijat u ashëndron në të mira, Allahu është mëshirues ndaj ai fal shumë. Besoj vlla i dashur që ky ajet të mjafton për të nxitur që të pendohesh me sinqeritetin më të madh për Allahu te bareke. Ramadanul mustabin جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان